E dëgjova një pjesë të një videos në internet, këto ditë kishte ndodhur në Arabinë Saudite. Duke i bërë disa punime të rrugës prej një qytetit në qytet tjetër, rrugë magjistrale, kanë kaluar për rreth një fshatit i cili ka pas varreza. Dhe kanë hasë në varrezat të cilat janë lanë që moti personi i fundit është varrosur në to para 30 viteve. Dhe ajo firma punuese e cila e ka marrë punimet vendos që me shku në mahkeme, në gjykat, edhe me i lajmëru rastin se kemi hasë në punët që jemi të i krynë, vazhdën e punimeve tona, kemi hasë në varrezat e vjetra. Dhe çfarë të bëjmë? Ata i drejtohen Heyet Kibar el Ulema, i drejtohen konsilit të dietarëve të mëdhenj të Arabisë Saudite, të cilët japin fetva që të bëhet zhvendosje aty në varrezave në një vend tjetër. Dhe ashtu edhe ndodh, i thirin katundarët e atij vendit dhe secili e identifikon varrin e familjarëve të vet dhe i marrin nëse gjejnë dikun, për arsye se është tokë shkretinore, sasia e kripës është më e madhe dhe djegja e trupit dhe e eshnave ndodh më shpejt se në tokat tona që ka sasi të madhe të lagështisë. Dhe pak gjajnë mbeturina se ishin varreza të vjetra, përveç habitën me një varr, dhe këtë ndodhi ka ndodhur çdo ditë. Habitën me një varr të cilin e gjajnë qefini i tij ashtu si që është varros, bezi. Dhe trupi i tij ashtu si që është varros. Një djaloshit të ri, djali i ri. Dhe habitën kur e shohin këtë varr në këtë mënyrë, interesohen dhe pyesin për rreth atyne me njëherë njerëzit, varri kuj është ky? Ky thënë është varri i një djaloshit i cili është varros para 30 viteve dhe ka qenë i fundi që e kemi varros në këtë varrezë. Dhe kërkojnë, vjen baba i djalit i cili ishte ende gjallë, i shtym në moshë, dhe ja sjellin djalin i cili ishte totalisht i paprekun, i paprishëm. Qysh e kanë varros para 30 vjetë, në qatë mosh, ja gjajnë gjenazën, edhe qefini, bezi nuk është prish, subhanallah, prej varrit. Dhe merr baba djalin, e shiqën, e kap për qafe, edhe falenderon Allahun, thot, o Zot, po i madhi e ti. Ma more para 30 vjetë për me marri këthy mas 30 vjetë ashtu si që e kom varros edhe njëherë para vdekjes me e pa djalin tem. Dhe gëzohet shumë se e hek një mall të madh. Mirë po, përsëri duhet me marrë dhe me rivarros, e marrin dhe i dërgojnë varrezat tjera, po e pyesin muslimanët e atij vendit, të cilët kishin ardhur prej gjykatës, ata ulema dietar, dhe po i thënë, na trego për djalin tënd, si ka qenë djali yt që Allah 30 vjet ja ka rujt namazin, ja ka rujt gjenazën. Tha, çfarë të them për një djalë që të një jetën e vet, pesi ka fillu me fal namaz, kur si ka hik safi i parë në xhami. Çfarë të them për një djalë që si ka ik tekbiri i parë me imamin, jo safi i parë, tekbirin fillestar, kur imami futet namaz, Allahu Akbar, djali jam o kon aty. Çfarë të them për një djalë të cilin kur namaz sabahit se kom qu, sa herë kom hynë dhomën e ti ka qenë i zgjut, ka marr abdes, edhe më ka prit me shku në xhami bashk me ta. Kur nuk di, thët, se të keq për ti, përveç që e di që gjua e ti ka pas dhikër, lexim të Kur'anit, falënderim të Allahu dhe përkujtim të madhnisë ti, i respektuam para krijuesit vet dhe i respektuam për prindrit e ti,
Dhe Allahu Teala na e mur thot në atë gjendje çfarë ishte. Dhe thënë dietar, kjo pas ka qenë si shkaktar që Allah e ruajti trupin e tij mas 30 vjetë për shkak punimeve, zgjenimit të rrugës, me dal trupi i tij, edhe toka mos me e prish atë fytyrë të ndritshme. Allahu Teala na takoft me ta me musliman të tillë në ditë gjykimit, ya Rabbi. Çfarë më thon baballar ton, nonat tona për ne musliman? Cili prind ka më thon për ty, o çu ka fal namaz, ka lexu Kur'an, ka dëgju ligjërat, s'ka qenë kur në vendet këqija? Cili prind më thon për ne? E nëse jemi tillë, atëherë më do e mos gjendja do t'jetë e këtillë çfarë kemi sot e mjerueshme. Allah na përmirësoft, ya Rabbi.